qytetare, thjesht për të mbështetur protestën, pasi e evidentova që është një moment historik për herë të parë ku shqiptarët të gjithë pa dallim politikash, pa dallim moshe apo backgroundi, u ngritën për herë të parë në një formë që ishte shumë shpresdhënëse. Dhe shpresdhënëse për të gjithë qytetarët. Pikërisht. Dhe e ndjeva një detyrë morale, detyrë patriotike, si qytetarë që të vi dhe të mbështesi sidomos të rinjt që kanë dhënë një frymë të re kësaj protesta. Me kalimin e kohës, më pas, mobilizimi i shumë shqiptarëve, si atyre që janë këtu në Shqipëri, por dhe atyre nga diaspora, pasi ka shumë që kanë ardhur vetëm për të mbështetur protestën, ishte dhe një nga avantazhet që solli kjo protestë, të krijuan disa ura lidhëse për të dhënë një kontribut edhe në forma të tjera. Dhe ja ku jeni sot. Ja ku jemi sot. Që prej fillimit të muajit qershor, që ka nisur kjo protestë në Tiranë, e deri më sot jeni në mbështetje të saj çdo ditë në shesh pra. Po. Duke mbështetur jo vetëm qytetarët që janë në shesh, por po ashtu edhe pikat që ata i kanë parashtruar tashmë, me kryesoren largimin e qeverisë dhe të dorëheqjes së kryeministrit Edi Rama. Pyetja që unë bëj në këto momente është se sa dëgjohet zëri i akademikëve në politikë bërjen shqiptare? Për fat të keq nuk dëgjohet mjaftueshëm. Për fat të keq ne nuk kemi mekanizma në Shqipëri ku hendeku midis dijes dhe politikë bërjes të jetë i ngushtë. Ne kemi një hendek të gjerë midis publikut dhe qeverisë, dhe kur them publik nuk është vetëm qytetarë e thjesht, por janë dhe institucione apo mekanizma që ofrojnë mundësi për të kontribuar me evidenca dhe me konkludime shkencore për të ndikuar dhe për të përmirësuar ndoshta politikë bërjen. Këto mekanizma nuk ndodhen, sidomos për diasporën, nuk ka mënyra përfshirëse, por e mira që ndron të kontributi i shqiptarëve që gjithmonë në momente emergjente apo në momente ku Shqipëria ka nevojë, shqiptarët gjejnë forma të tjera kreative për të mobilizuar njëri tjetrin dhe për t'u afruar. Pra shumë nisma janë krijuar, jo vetëm kjo e jona, shumë nisma të ndryshme unë shoh që janë duke u zhvilluar me dëshirën e madhe të pastër për të kontribuar për të ardhmen e